çdo vit, çdo verë, këto është majt edhe një garë e nutit, parafarsisht nuk sheh njerëz. Ose nëse thamë që këtu mrena verës, sezonës verore, dikon rreth 2 muaj ditë, ka pas njerëz, nashtë po them që deri 303 që të kanë mujt me ardhur prej vendeve të ndryshme, se ka qenë një pishinë e rrallë, ku kjo pishinë është mush me ujë të nxehtë pej mënyrës. Uji ka qenë me një temperaturë dikon rreth 37 gradë, 40 gradë. Edhe ai ujë i kësaj pishine ju ka ndrruar gati çdo 2 ditë. Okej. Na jena banor që këto jena kanë çdo ditë në këtë pishinë, edhe kena pas që shtojnë atë fatin, edhe kena pas atë mundësinë që na një numër i trive kur këna jetu në atë kohë, jena kanë edhe nëtar, jena kanë edhe antar të notit trepsës të asaj kohe, me disa ekipet ndryshme të Kosovës, që çdo vit, çdo verë, këto është majt edhe një garë e notit, me profesorin Abrashi ka qenë atëherë i fakultetit edukatës fizike. Edhe shumë kujtohet emri edhe një personi tjetër që ka qenë shumë aktiv në organizimin e atyne lojnave të notit prej pjesës të Kosovës, cilët vishën prej Teranikut, vishën prej anës të Podivës të liçenit Batlllavës, ka pas. Do të kam mbledh njerëz. Ka qenë disa ekipe, që këto është bajt gara se kush është notuesi më i miri i të gjitha disiplinave, edhe mundësia që atëherë të organizohet një formë sportive ku ka pas edhe medale. Për shembull, unë jam një prej atyne që kom qenë nëtar i ekipit Trepsa, edhe disa herë kom qenë domethënë në këtë vend, në garë për një vend me pjesëtar tjetër të notit të Kosovës, cilat kanë qenë dikon 70 ekipe. Hajde këtu, mos na largo. Po du më të pyet, mbase ke qenë edhe vetë që pas ke marrë pjesë, a është fatkeqësi që sot e shohim në këtë gjendje në fakt zoti Adem? Ndoshta a keni dashur ose nuk keni dashur që me u funksionalizu edhe një herë mbase? Apo është e pamundur? Jo, nuk është e pamundur, po parafarsisht s'ka pas vullnet prej mundësive të Trepsës, se Trepsa ballafaqohet me problemet e veta, nashtë që 30 vjet e ma tepër. Edhe ajo nuk e ka gjetë mundësinë për shkak se me bë prapë një renovim ose me bë një ndërtim të komplet në ujë, se këtu pak është diçka një element tjetër që sot në kushtet sotshme duhet me kuptu pak më ndryshe. Ardhja e ujit deri këtu është me sistem pompimit. Ajo sistemi i pompimit, për shembull prej kësaj pike deri te pika e Minierës, ku atje është parafarsisht 200 metra ma ulët në kohë të terrenit se sa kjo pikë. Atëherë sot, domethënë, secili prej investuesve kish me menu me thonë po ka dalë se na ndërtimin e kishim mbajt, po se di tash çysh e furnizojna ujin për me ujë. Kjo kish me qenë ashtu pengesa, po kur thojna që na jena të jetu në një vend i cili nuk ka zhvillim, edhe nuk ka absolut investim në hapësinën e Stantergut, kjo i takon të kalurës, edhe kur gjë më tepër. Është fusha e tenisit, e cila është ndërtuar në ato vite, nashtë muna me thonë që ka qenë fusha e tenisit në Kosovë e parë. Edhe ajo sot jeton si formë, po sot nuk kemi tri, unë këta nipat i kam këto afër, edhe parafarsisht nuk sheh njerëz. Njerëzit janë të shkepën në format ndryshme. Edhe kanë emigru, zoti Adem? Parafarsisht ajo mundësia që është pak një migrim prej fshatit në qytet, edhe mundësia e punësimit, mundësia e jetesës për trit, vazhdimisht ajo është sot në trend, domethënë që lypet një mundësia në jetesës ku ka zhvillim urban, pak një farë mënyrë, ma ndryshe. Edhe s'është e çuditshme që në këto hapësina se sot qysh na jemi të jetuar, nuk kemi as fëmijë.